Nderuar të pranishëm, ju falenderoj së pari për ftesën. Duke pasur parasysh se i takoj brezit të ri që sytë janë drejtuar drejt vlerave perëndimore, atje ku bëjnë pjesë popujt e civilizuar, me këtë rast, duat shpreh qëndrim afirmativ ndaj ligjit për përfaqësim drejt dhe adekuat. Një rastisht po e bëj këtë hyrje, sepse në vendet e civilizuara perëndimore, për zgjidhjen e një problematike shtetërore, mjafton të miratojt një dokument juridik ku garantohen të drejta dhe detyrimet të caktuara, apo të sillet një ligj për rregullimin e një fushie përkatëse. Edhe pse abuzime mund të ketë, por janë për masat atilla që të luhatet besimi apo funksionimi normal i institucioneve shtetërore. Dhe nëse ndodh, këto të i kalohen me detektimin e mangësive dhe përmirësimin e të njëjtave. Në rastet e tilla mbi gjitha, vullneti politik është esencial për zgjidhjen e gjitha problemeve. Jo rastisht po i qasim ligjit nga fundi, sepse ajo përmban një dispozit që quhet ndjekja dhe analiza e gjendjes që do të krijohet me zbatimin e këtij ligji. Përfaqësimi adekuat dhe i drejtë është parim kushtetues. Përkatësisht, sipas Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, është vlerë themelore e rendit kushtetues, që është përcaktuar me nenin 8, paragrafi 1, alinea 2, ku garantohet shprehja e lirë e përkatësisë kombëtare, si dhe përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve, të cilët u takojnë të gjitha komuniteteve në organet e pushtetit shtetëror dhe institucioneve tjera publike në gjitha nivelet. Kjo vlerë kushtetuese ka qenë e plotësuar me amandamentin 6 të vitit 2001, pra me marrëveshjen Kornisë të Ohrit, si burim specifik i së drejtës kushtetuese të RMV-s. Sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Svetomir Shkarić, në këtë dispozit kushtetuese bëhet fjalë për dy vlera me pika të përbashkëta, por edhe me përmbajtje të ndryshme. Vlera e parë, që është shprehja e lirë e përkatësisë etnike, është e drejtë personale çdo njeriu, dhe qytetari që ta shpreh apo të mos e shpreh përkatësinë etnike. Vlera e dytë është e drejta kolektive e përkatësisë së bashkësive etnike, që të jenë të përfaqësuara në mënyrë të drejtë dhe adekuate në organe shtetërore dhe me institucionet e tjera publike në gjitha nivelet. Siç vërejnë profesori, në vitin 2011, Robert Badenter, njëri ndër krijuesit e marrëveshjes Kornisë të Ohrit, ka shprehur mendimin se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat sipas parimit etnik nuk është zgjidhje për Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse krijon grupe të privilegjuara dhe rrezikon që ta paralizojë administratën shtetërore. Mund të thuhet se edhe vendimi i gjykatës kushtetuese me numër 90 thyer për 2024 është në funksion të kësaj, me rastin e shfuqizimit të ashtu quajturit mekanizëm për sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, me rastin e punësimit të njohur si balancues. Pra balancuesi për ta bërë më qartë nuk ka shërbyer as si ligj dhe as si akt nënligjor, por ka qenë vetëm një mekanizëm që është munduar prej së largut të jetësoj këtë parim kushtetues pa ndonjë efekt të caktuar dhe të arritshëm. Gjykata kushtetuese e RMV-s në vendimin e lartë përmendur, përveç dispozitave të ligjeve pozitive dhe të kushtetutës, është thirrur edhe në raportin e Komisionit Evropian për vitin 2023. Në rezumen e këtij raporti, përkatësisht në klasterin 1 të këtij raporti, mes tjerash jepen vëzhgime dhe rekomandime si përqindja që shfrytëzohet në formulën për balancuesin, mjet për resurset njerëzore që e përcakton përqindjen e të punësuarve në sektorin publik të çdo grupi etnik. Raporti thekson se kjo edhe më tutje është dëshpëruese. Në funksion të heqjes së përkatësisë etnike, ka qenë edhe vendimi me numër 92 thyer për 2023 i gjykatës kushtetuese me rastin e shfuqizimit të dispozitave të ligjit për evidencën anë, ku shpreh qëndrimin se përkatësia etnike është ndjenjë personale e qytetarit dhe si e tillë mund të ndryshohet, dhe se drejt personale e tij është që të vendos nëse do ta shpreh dhe si do ta shpreh përkatësinë e vet, por është edhe drejt që të vendos që të mos e shpreh. Sipas gjykatës, shprehja e përkatësisë etnike, përkatësisht përkatësia e bashkësisë së caktuar, si dhe mundësia për punimin e kësaj të dhënëje, nuk mund të jetë imponuese si detyrim ligjor i obliguar për qytetarin. Të dhënat si emri, mbiemri, numri am, data dhe vendi i lindjes, adresa dhe vendbanimi, adresa elektronike e postës dhe të ngjashme, sipas gjykatës është e logjikshme dhe e kuptueshme se janë relevante për personin, megjithatë të dhënat për përkatësinë etnike, gjykata vlerëson se nuk mund të jetë e dhënë relevante që të regjistrohet dhe të paraqitet kandidati për punësim. Më saktë, kjo e dhënë është irelevante për qëllimet e punësimit, dhe si e tillë nuk mund të jetë lëndë për punimit mes të dhënave të tjera themelore, sepse të dhënat që shpalosin informacione për përkatësinë
përkatësinë etnike dhe racore për subjektin sipas rregullores së përgjithshme për mbrojtjen e dhënave personale të Bashkimit Evropian janë të dhëna të ndihshme ose të dhëna të klasifikuara dhe mbledhja e kësaj të dhënaje personale është jo kushtetuese. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë adekuat, nga ajo sa kam arritur të analizoj, është nisur nga fakti duke u bazuar në këto vërejtje dhe në qëndrimin e gjykatës për t'i korrigjuar gabimet e vjetra dhe të gjejë zgjidhjen e tyre në frymën e respektit, afirmimit, avancimit dhe ndjekjes së përfaqësimit të drejtë adekuat, duke u bazuar në merit, mundësi të barabarta për gjithë, mos diskriminim në kompetencë, profesionalizëm dhe në integritetin e qytetarëve gjatë punësimit, si dhe në llogaridhënien me çka synohet arrit një inkluzivitet dhe kohezion më i madh social. Duke i pasur parasysh argumentet si më sipër, miratimi një ligji të tillë është i patjetërsueshëm për vetë faktin se dhe në raportet e avokatit të popullit për dekadën e kaluar, kjo vlerë kushtetuese pjesërisht është realizuar. Përkatësisht, gjendja faktike tregon se gjendja me përfaqësimin e drejtë adekuat është përmirësuar, por ky përmirësim është i manipuluar për shkak të fenomenit ku përkatësia etnike është ndryshuar për çdo punësim. Kësaj edhe pse balancuesi ka qenë funksional, institucionet tona nuk kanë qenë imun për t'i parandaluar fenomenet e tilla dhe si pasojë sot përballemi me një mungesë të pasqyrës së saktë dhe real të numrit apo përqindjes së përfaqësimit të bashkësive etnike në shtetin tonë. Propozim ligji i ri fillimisht më ton të arrijë një pasqyrë më të saktë të asaj se si çdron gjendja në institucionet shtetërore dhe publike. Edhe përmes krijimit të një trupi koordinativ për ndjekjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, i cili do të gëzojë kompetenca ekzekutive dhe me masa tjera në dispozicion që do t'ja një ligje për të realizuar revizion të politikave, programeve dhe planeve për punësim në sektorin publik me qëllim avancimin e përfaqësimit. Dhe për arritjen e objektivave të ligjet, natyrisht se duhet kaloj një periudhë kohore në formimin dhe ngritjen e vetdijes së institucioneve dhe shoqërisë në përgjithësi, sepse për herë të parë po jetësohet një parim kushtetues. Ligji edhe pse i vonuar, sërish është shpresë plot. Shpresë për t'i dhënë fund abuzimeve dhe manipulimeve dhe një herë për gjithmonë për ta zgjidhur nyjen e një praktike të vendosur me këtë instrument për ndryshimin e përkatësisë etnike sipas klimës së punësimit dhe përgjigjen e pyetjeve të papërgjigjura të mikrofonave të mediave drejtuar drejtuesve të institucioneve se a janë të vetëdijshëm se të punësuarit e rinj i takojnë përkatësisë tjetër etnike nga ajo që e kanë deklaruar me rastin e punësimit. Me këtë ligj shpëtojmë të punësuarit e rinj nga deklaratet interne të nënshkruara në fshehësi për ndryshimin e përkatësisë etnike nga arkivimi i tyre dhe nga përpunimi si e dhënë personale, gjë që sipas standardeve evropiane ku synohet të antarësohet tash e një kohë Republika e Maqedonisë së Veriut, kjo praktik është jo kushtetuese. Duke qenë se merrem nga pak me letërsi, po e përmbyll këtë mbrojtjen time me një poezi të Audenit, ligji si dashuria, siç thot ky poet. Ligji thot gjykatësi i vrentur në fytyrë, tek flet rrept e shkoqur me hije të rënd. Ligji pra është siç ju thash që parë. Ligji do me thënë si që dini vetë, është që t'ju ashkoqiste një herë. Shkurt fjala, ligji është ligj. Më mirë një ligj i keq se sa fare pa ligj. Ju falenderoj.